A është halal ti falet fëmija yt vllaut? Nuk lejohet në islam me këtë formë që është ka qenë njohur në vendin tonë që kanë marrë, je kanë falë fëmin vllaut i cili s'ka pas, ose motrës ose dikuj, edhe prej asoj dite nana e fëmis nuk ka guxu me përqaf djalin e vet ose çikën e vet. As baba edhe kanë largua, kanë refuzu, edhe ka filluar ajo tjetra kunata ose dikush mi thonë kjo djali jam, mi thonë ati baba dhe nanë. Lejohet që fëmija me nejt të agja, me fjet me agjen, me lujt me agjen, me hek mërzin malin, me marra i me thonë jo, është i vllau tem pa rrinë këta unë, e këqyri unë e edukaj unë. Edhe në këtë formë do më thonë me dit i kujt është, ky me këqyr agjen e vetë, më për kujdes kur të rritet për agjen. Për ndryshe, me trajtu në atë sistem që me shku edhe në dokumenta, me qitë namën të agjës e kështu më radhë, kjo nuk lejohet.